Të dashur miq, nuk e dini se keni parë apo dëgjuar aty është po ndodh Shqipëri. Se gjithkur është marrë pandehur, zëvendës kryeministre Belinda Balloku, kryeministri i Shqipërisë është prishur gjumi. Nuk e dini se ka prishur ndërgjegja apo frika. Sepse çdo ditë më tepër del dhe bën monolog me të veten duke u shpjeguar dhe argumentuar shqiptarëve që SPAK ka gabuar dhe gjykata kushtetuese duhet të zgjidhë këtë ngërç, sepse SPAK ka të kaluar kompetencat duke hyrë në kompetencat e kryeministrit, të parlamentit dhe të presidentit, dhe duke pezulluar nga detyra ka krijuar një keq funksionim të qeverisë. Dhe duke thënë që ky është një akt unik, nuk ka ndodhur në asnjë vend tjetër të botës. Por e të shpjegoj shqiptarëve që kjo që po ndodh në Shqipëri, ku ka ndodhur në një vend të Bashkimit Evropian, ku një zëvendës kryeministër në vend ta shkarkoj, është bërë një avokat mbrojtës dhe është bërë një garant i korrupsionit, duke e çuar vendimin e SPAK në gjykatën kushtetuese dhe nuk e shkarkon kur ajo nuk jep dorëheqjen. Le të thotë shqiptarëve ku ndodh kjo? Në çdo vend të Bashkimit Evropian ndodh. Por këta pa pikë turpi, ndërgjegje dhe mësurie, po vjedhin, po shkatrojnë, po masakrojnë këtë vend dhe këtë popull. Po e vjedhin në ditën me diell dhe tani dalin dhe tallen me këtë vend. Nuk e di nëse këta janë shqiptarë apo jo, sepse shqiptarët që duan këtë flamur dhe duan Shqipërinë, nuk e ka ndjesin këtë vend dhe këtë komë në të piku është arritur.